16 milion euro të komunës Vushtres në 4 vitet të qeverisjes së Ferit Idrisit kam përfunduar në gjithë llogaritë të Skënderajit, oligarkëve të Skënderajit, të cilët i kanë marrë të nderët milionsh të komunës Vushtres. Por 16 milion për 24 milion euro afërsisht investime kapitale kam përfunduar në kompanitë të Skënderajit. Për mbi 10 milion euro i ka vetëm Ilea Group të nderët të komunës Vushtres. E tash të dashur qytetarët Vushtres, mund ta imagjinoni çfarë infuzioni ekonomik kish me qenë ato 16 milion të mbeteshin në kompanitë e Vushtres, të cilat do të bëheshin më të fuqishme, do të punësonin më shumë të ri, do të nxjerrin nga asistenca sociale plot familje, duke ia punësu familjarët atyre familjeve në këto kompani. Ka nëse dikush do ju thoshte, po kompania e Skënderajit do ishte edhe një kompani e Vushtrisë, mund të pasurojë një kompani e Vushtrisë, po nuk do të ishte. Ja, nuk është ashtu. A dini sa kompanitë e Vushtrisë më ankohen mu si kandidati i opozitës për mënyrën se si ju ka bërë padrejtësi kryetari aktual. I kam këtë letrat, i kam publikuar në emisionet e kalume. E dini që ka raste kur në 2 kontrata për asfaltimin e rrugëve, Ilea Group është për 2 milion euro më i shtrejt, se ofertuesin edhe prapë i jepet. Edhe prapë i jepet tenderi. E dini që për 500.000 euro në tenderin e furnizimit me dru, është ofertues më i shtrejt ai që ka fituar tenderin. Me çmim rekord 940.000 euro, 83 euro për metër dru, 2 fish më shtrejt se sa çmimi real i tregut. Kjo është dëm i jashtëzakonshëm që ju ka shkaktuar ekonomisë Vushtres në mandatën e qeverisë së Idrisit. Po i afrohemi fundit, janë 10 minutshin e fundit që e kemi. Një çështje që e kemi diskutuar, por me qenë se jemi 5 ditë para zgjedhjeve, është çështja e ujit të pishëm. Dhe që është problem i cili vazhdojmë ta diskutojmë, e ndoshta edhe prapë edhe t'ju mbajmë përgjegjës nëse bëheni kryetar, ta keni parasysh që edhe nga kjo studio ju është bërë një farë lloj gjysmë presioni duke u përmendur, sepse është jetik. Cili është plani juaj që ta zgjidhni çështjen e ujit pishëm për një pjesë të Vushtrisë? E kam thënë gjithandej tubimeve tona në gjithë territorin e komunës Vushtrisë, e kam thënë në emisione, po e them prapë. Si kryetari i komunës, nuk do të vendos asnjë prioritet tjetër para çështjes furnizimit me ujë në tavolinën time. Po prioriteti një është uji. Në tavolinën time të punës nuk do të ketë asnjë prioritet mbi çështjen e furnizimit me ujë. Pikë. Uji është jetë. Njerëzit pa ujë nuk jetojnë dot. 26 vite, një qerek shekull, një gjenerat njerëzve është ndrruar në Vushtri dhe akoma kemi problem furnizimin me ujë. Si zgjidhet? Kjo zgjidhet duke vendos në planifikim buxhetor prioritet ujin. Jo miliona të sheshje të asfalti, por miliona të uji.